Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar turin të pastrojë mëtej Shqipërinë në Gjirokastër për t'i kthyer përgjigje opozitës e thirrjeve për revolucion demokratik që u artikuluan 25 vjetorin e Partisë Demokratike. Lideri i mazhorancës deklaroi se përballë një qeverie që synon të bëjë reforma për të ndërtuar shtet, qëndron një forcë politike që kërkon revolucion që në Shqipëri të mos ketë shtet. Jemi në kushtet kur kemi përballë një kundërshtar që thotë çoni revolucion se këta duhen të bëjnë shtet. Nuk e thot me këto fjalë, e thot ndryshe, po çoni revolucion që mos ketë shtet këtu. Që këtu të vazhdoj rumpalla. Dhe këtu gara tjetë kush merr më shumë vota, duke lejuar më shumë shkelje, më shumë abuzime dhe duke vazhduar historinë si t'ja hedhim njëri tjetrin. 20 e kusur vite duke ja hedhur njëri tjetrin. Rama ka theksuar se reformat nuk janë për të fituar zgjedhjet e 2017-s, por për gjeneratën e ardhshme, duke bërë të qartë se nuk do të ketë tërheqje nga sanksionet e ashpra ndaj atyre që bëjnë evazion, pavarësisht protestave. Ku diskutohet, ku mund të ketë, në cilin vend në Europë dhe rreth rrotull, mund të imagjinohen protesta, pse ka gjoba, pse u rritën gjoba. Pse të shkoj në burg unë, nëse fshe të ardhurat. Po ku të shkosh? Në varësi të dëshmorëve. E në kulmin e debateve për një koncesion të dhënë nga qeveria Berisha, siç është ai i markimit të karburanteve, kryeministri Rama ka sulmuar ashpër paraardhësin për mënyrën se si është sjell me pasurinë e shqiptarëve, por e ka bërë të qartë se kontratat e blinduara në parlament nuk mund të ndërpriten pasi në gjykatë do të ishin të avantazhuara kompanitë. Kemi filluar t'ja vëmë dhe vëmë deri në fund kufirin të thana, kur i thonë të gjithë atyre që janë në Shqipëri për të fituar, sigurisht të fitojnë, po të fitojnë atë që u takon, nga pasurit, nga eksplorimi i pasurive kombëtare dhe për t'i kthyer popullit shqiptar atë që i takon popullit shqiptar. Turit pastrojë mëtej Shqipërinë është pjesë e procesit zgjedhor në të cilin do të kalojë Partia Socialiste. E për këtë arsye vëmendjen më të madhe të fjalimit të kryeministrit e mori anëtarësia e partisë, e cila sipas tij duhet heqë dorë nga koncepti se partia ka detyrim t'i gjejë një punë në shtet çdo socialisti, duke theksuar se nuk është kjo arsyeja, për të cilën e majta u votua në 2013.